Xhaxha i vrasësi që i mori jetën gjyqtarit Astrid Kalajaj i kërkoi gjykatës së apelit t'i heqë masën e arrestit në burg dhe ta zëvendësoj me një masë tjetër, por kjo u rrëzua. Gjon Shkambi do të vijojë të qëndrojë në burg pas vendimit për rrëzimin e kërkesës që u mor nga gjyqtari Gen Shala. Ai është i dyshuar si nxitës dhe se kishte dieni për planet e nipit Elvis Shkambi, të riu që vrau në sallën e gjykatës gjyqtarin Kalaja. Ndonse vetë Gjon Shkambi thotë se nuk kishte dieni për planet e nipit. Si argument për zëvendësimin e masës, ai paraqiti 2 kartela mjekësore të bashkëshortes që sipas mbrojtjes është në gjendje të rëndë dhe të tijën. Me 6 tetor gjyqtari Astrid Kalaja u qellua me armë në sallën e gjyqit nga Elvis Shkambi, ku mbetën të plagosur edhe babe bir nga pala kundërshtar Ragip Dervis Kurti. Gjithçka ndolli kur Shkambi bashkë me xhaxhain Gjonin po prisin një vendim mes të shumëve në sagën e proceseve gjyqësore, sa i takon konflikti që kishin me 31 familje për çështje pronësie. Familja Shkambi kishte përfituar një pronë si ish-pronar që në vitet 90, por strehimi i 31 familjeve në të njëjtën godinë nisi konfliktin gjyqësor që zgjat prej 3 dekadash. Vrasja e gjyqtarit Kalaja në sallën e gjyqit tronditi mbar opinionin publik dhe ngriti edhe një herë tjetër pikpyetje mbi sigurinë në institucionet e drejtësisë.